Namazi është gjëja më e rëndësishme dhe për ta dëshmuar këtë ne shohim se në hadithet e pejgamberit alayhisalatu wassalam është shpjeguar se namazi do të jetë prej gjërave të para për të cilat Allahu do ta merr në pyetje njeriu. Ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam, ajo që Allahu do ta merr në pyetje besimtarin, pse gjëja e parë është namazi. Nëse namazi është në rregull, është kryer në rregull, atëherë çdo gjë që vjen pas namazit do të jetë e lehtë. E nëse nuk është kryer në rregull, atëherë çdo gjë që pason namazin do të jetë edhe më e vështirë. Namazi është një mundësi, është një mjet, është një ilaç i cili i ndihmon besimtarit për të përballuar problemet dhe trysnitë e jetës. Allahu te bareke ve teala ka thënë në Kur'anin famlar: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salat." O ju që keni besuar, ndihmohuni me durim dhe me namaz. Pra, durimin dhe namazin i ka parë si dy gjërat cilat i ndihmojnë besimtarit që të sfidojë me to problemet e jetës. E para, durimi në mënyrë që të mos ndërmerr ndonjë veprim të gabuar, dhe e dyta, namazi që atë boshllëkun shpirtëror, atë stresin, atë ngarkesën shpirtërore ta shkarkoj duke qenë në lidhje me Allahun te bareke ve teala. Pra, në njërin anë nuk bën veprime të gabuara, ndërsa në anën tjetër është në lidhje me Allahun te bareke ve teala dhe kësaj namazin e gjen si ngushëlluesin më të mirë, e gjen si shpëtuesin më të mirë. Namazi është prej atyre gjërave të cilat përderisa kanë këtë pozitë në fe, është obligim për kryefamiljarin, është obligim për kujdestarin, për prindin, që familjen e tij të edukojë me namaz.